ne jemi të vendosur të bëjmë gjithë çka por një krim sa më të favorshëm për ju. Shqipëria ka një nga 10 qeverit më dorëshkurtra në raport me biznesin në botë. Pak muaj më parë, ne u bëm vendi i parë në botë në koncesione digitale tërësore. Së shpejti do të aplikohet blerja e vogël digitale. Këto kanë patur si synim kryesor garën e hapur dhe të ndershme, luftën kundër korrupsionit. Ne kemi privatizuar të gjitha korporatat tona. Tani në treg është Alpetroli me të drejtën e plot për shfrytëzim dhe eksplorim në mbar territorin të atij që do e disponoj. Qeveria shqiptare beson se taksat e ulta janë zgjidhja, janë mjeti më i mirë për të mbrojtur nga kriza. Unë kam bindjen më të thellë se në themelet e kësaj krize qëndrojnë taksat e larta, taksat progresive. Ne, dhe në të periudhë jo të lehtë, nuk mendojmë të rrisim taksat. Ne mendojmë dhe do mendojmë se si të ulim ato më tej, se si të mbështesim ju më shumë.